brenda protestës ka, siç e kemi thënë më parë në këtë podcast, grupet e ushrujzave që pinë gjak nga protesta, që janë pjesë të politikës aktive, ka shumë të tjerë që punojnë për njerëz që nuk janë tani më në politikë aktive, që janë burg si Ilir Meta dhe Erion Veliaj, të cilët janë duke punuar fort brenda protestës, por ajo që vlen dhe ajo që ka mbetur gjatë gjithë këtyre ditëve dhe muajve të protestës është se shpirti i protestës është i duhuri. Shpirti i protestës është ai që shqiptarët nuk duan më të jetojnë si sklever, jo më larg se sa sot kryeministri doli dhe u tall me emigrantët që rikthehen në Shqipëri, të cilët kërkojnë një sistem të ri. U tall sepse është i vetmi segment që Paria e Tiranës ka frikë realisht, sepse diaspora është i vetmi segment që nuk kapet dot nga interesat e Paris, pavarësisht se ata i kanë dërguar njerëzit e tyre në gjitha vendet e mundshme dhe në të gjitha organizatat e diasporës të mundshme, por ka një shpirt pasërtie tek diaspora shqiptare në përgjithësi, e cila mund ta rrezikojë Parin. Tani nga kjo duhet dalim edhe në një pikë tjetër që është e rëndësishme për të thënë. Kjo protestë deri më sot nuk kam rritur dot të krijojë mesazhin e qartë për një shtet kombë të shqiptarëve. Brenda saj ka shumë njerëz të cilët e kuptojnë, sheshi, sipas eksperiencës time, e kupton në pikpamje të ndjesive se shteti i ri i shqiptarëve duhet të jetë për ne i ndërtuar në mënyrë të ndryshme nga ky i sotmi e të tjera. Por nuk është artikuluar qartë, nuk ka artikulim ende të qartë dhe të futur në një linjë të qartë ideologjike të protestës dhe ende po ka përplasje brenda saj për linjën dhe për vijën ideologjike të protestës. Unë mendoj që vjeshta, shtatori që t'jemi më të saktë, do t'jetë pjesa ku do të ndahet shapi nga sheqeri. Ose shqiptarët, ata që ndjejnë veten realisht shqiptar, do të rebelohen në mënyrë qytetare dhe do t'i kundërvihen kësaj parie me të gjitha llojet dhe format e mundshme. Që nga bojkotet, që nga të gjitha llojet e tjera, ose kjo protestë do të përfundojë në një protestë që i shërben shumë pak shqiptarëve dhe mund t'i shërbej kujtdo tjetër. Le të mos harrojmë që Paria e Tiranës është jo vetëm që duke e shitur vendin, jo vetëm që e ka rënuar vendin ekonomikisht duke ndërtuar një ekonomi oligarkike, jo vetëm që i ka skllavëruar shqiptarët, por është duke i hedhur të gjitha hapat për krijimin e një konflikti me bazë fetare, sektare, rajonale, etnike në Shqipëri, i cili do të jetë shumë më i frikshëm se sa ajo që mendojnë njerëzit. Pra, nuk është thjesht çështje që a do ta heqim Edi Ramën nga pushteti, gjë që ai nuk ka merituar kur të jetë në pushtet, vetëm një popull kaq gjeneroz, kaq bujar, siç jemi ne shqiptarët, mund të jepte atij 20 e kusur vite pushtet. Atij dhe Sali Berishës dhe Ilir Metës dhe gjithë tyre tjerëve, flerave të tjerë të kombit shqiptar që na kanë drejtuar në këto 36 vite. Por problemi themelor është mbijetesa e shqiptarëve. Nëse shqiptarët duan të mbijetojnë si një komb me gjak, me etni, me histori, duhet që të rebelohen sot. Jo nesër, jo pas nesër, jo mbas pushimeve, jo mbasi të kthehen nga fundjava, jo mbasi të kenë kryer ca punë të vogla se ashtu e kam një hall, duhet rebelohen sot. Nëse nuk ka ndjeshmëri për këtë punë, atëherë Paria do ta ketë thjesht që ta anashkalojë protestën dhe të krijojë kushtet që kjo protestë jetë njëra nga shumë gjërat e tjera, siç protesta në Shqipëri ka pasur gjithmonë. Puna është që kjo ka tjetër thelb. Kjo protestë ka tjetër bosht, ose duhet të ketë tjetër bosht. Dhe këtë do të tregoj vjeshta. A mendoni se Paria po përpiqet që ta përçajë protestën, ta kap, ta shantazhoj apo ta përdor për interesat e saj, duke qenë se së fundmi ka pasur edhe përplasje fizike në protestë? Unë nuk do ndalesha shumë tek përplasje fizike, mua më duket një lloj papjekurie disave dhe keqdashësie disa të tjerëve që ende ka probleme në shpërndarjen e mesazhit, në shpërndarjen e mikrofonit. Nuk duhet të jetë kjo protestë në këtë lloj niveli, është një nivel që i volit jashtëzakonisht shumë Parisë Tiranës. Niveli i protestës duhet të përqendrohet
thelbësisht tek ideologjia. Dhe ideologjia është ideologjia është shqiptarët kanë nevojë për shtetin e tyre. Unë dhe kolegët e mi e quajmë Shtetkom, kemi mbi 2 dekada që e themi, kemi ardhur në Tiranë, kemi publikuar materiale, pra është një zgjidhje ideologjike nga e cila nuk mund të shmanget dot më askush. As ata që janë armiqtë e saj, edhe ata e kuptojnë që i vetmi armik për parinë e Tiranës sot është shteti shqiptarëve ose ai që e kemi quajtur Shtetkombi, se kuptoj që shumë njerëz kur i thua Shtetkomb nuk arrin ta konceptojnë dot dhe e shohin pak si të çmendur, si të çuditshme. Mund ta themi me pak fjalë, është një shtet i shqiptarëve, një shtet që na shërben ne, që i shërben interesave tona, që krijon kushtet për gjithëkënd për të jetuar me nder në Shqipëri, që krijon kushtet që shqiptarët mos ikin, po të rrinë, e të rikthehen, edhe çdo energji shqiptare të konsolidohet brenda shtetit ton dhe shteti të jetë një instrument në mbrojtje të interesave të shqiptarëve dhe jo i kapur nga sindikata ndërkombëtare e krimit. Pra do ta shihja me pak kujdes këtë punën e raportimit të konflikteve, sepse nuk besoj që janë thelbi. Ajo çka është thelbi është që brenda protestës ka grupime të ndryshme nga paria, se tani do t'i kthem pyetjes tuaj drejt për drejt. Sigurisht që ka grupe brenda protestës me interesa të ndryshme. Paria e Tiranës me shumë gjas do të fillojë ta kanalizojë për ditë më shumë këtë, siç është përpjekur deri më sot, këtë protestë nga çështje dytësore, tretësore ose të nivelit 4. Do ta quajnë, kanë filluar ta quajnë revolucionit flamingo e të tjera. Nuk problemi i shqiptarëve themelor nuk janë flamingot, as lejlekët, as sorrat dhe as korbat. Të paktën kishin gjetur diçka më të këndshme se sa flamingot. Flamingot janë të bukur për t'u parë, po nuk është ai problemi i shqiptarëve. Problemi i shqiptarëve thelbësor sot është skllavërimi i tyre. Dhe kjo duhet thënë me vendosmëri shumë të madhe. Shqiptarët janë kthyer në sklever të Parisë. Shqiptarët, edhe ata që jetojnë mirë, edhe ata që shkojnë në restorante të shtrenjta, të gjithë janë sklever të një sistemi, shumë kush e kupton, e shumë kush tjetër nuk e kuptojnë, por pavarësisht nëse e kuptojnë apo jo, shqiptarët janë sot sklever në vendin e tyre. Sepse sklavëria nuk ka të bëjë vetëm me mungesën e bukës përditshme, as me mungesën e parave, as me mungesën e botoksit të përjapshëm ose të përmojshëm. Sklavëria është mendore, sklavëria është një gjendje ku njeriu nuk bën dot atë që ndjen, atë që dëshiron në vendin e vet dhe në shtëpinë e vet. Kjo është sklavëria që i ka kapluar shqiptarët dhe kjo protestë, nëse nuk drejtohet si një ushtë me një maj shumë të mpret kundër këtij sklavërimi të tmerrshëm, është një protestë që nuk do të ketë një vlerë të madhe historike, por un kam besim që në shtator do të ndahet shapi nga sheqeri, do të shihet nëse shqiptarët do të vazhdojnë me këtë apati të pashpjegueshme, me këtë apati që nuk arrin dot ta kuptojë askush. Domethënë, sigurisht që unë e kuptoj analitikisht, e di sepse nuk ngrihen njerëzit e të tjera për arsye të interesave të ngushta, por kjo mosparja e interesave afatgjata të vetes, të fëmijëve, të brezave të ardhshëm është e pashpjegueshme. Në shtator ka vetëm një zgjidhje, ose do të ketë ndërgjegjësim drejt rebelimit të shqiptarëve, që të mos ta pranojnë më si të dhënë, si diçka që nuk mund të ndryshohet thelbësisht, ose pastaj do të shkojmë drejt një lufte me përmasa sektare, me përmasa fetare, se tani shqyqyr brenda Shqipërisë kemi disa lloje shtetesh të ndryshme, të cilat janë ligjëruar, i ligjërojmë ne sepse kemi një popull më bujar në botë. Ku ka në një shtet tjetër që të vitë sjellë njerëzit e vet, krijojmë shtet brenda shtetit shqiptar, ne i ftojmë të gjithë dhe askush nuk reagon, dhe të gjithë rrinë kafeve, dhe të gjithë rrinë restoranteve, e të gjithë shkojnë me pushime andej këtej, dhe problemi kryesor që kemi ne shqiptarët nuk flitet as në media as kur pun tjetër. Ndaj dhe sot po duhet të jem shumë i përqendruar dhe shumë i drejt për drejt. Shumë shpejt shqiptarëve do t'i duhet paguajnë llogaritë. Brenda disa pak viteve, kjo që po themi sot do të jetë pjesë e agjendave të ditës dhe atëherë do të jetë shumë vonë.